Dionuzaj, Angel Duni dhe Irma Qosja. Faleminderit. Për subjektet e interesuara, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar me autorizim, Emion Brau, Ilirian Rusmaili, Eriola Shia. subjekti tjetër i interesuar, Kuvendi i Shqipërisë, përfaqësuar me autorizim, Përfaqësuar me autorizim nga Mimoza Arbi dhe Ervina Domi. Faleminderit. Subjekti i interesuar, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Përfaqësuar me autorizim nga prokuroria Dorina Beka dhe prokurori Dritan Prençi. Faleminderit. Për subjektin tjetër të interesuar, Gjykata e Posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kjo gjykat ka marrë dieni për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike me shkresën 30/2025 regjistri themeltar të datës 12/12/2025 të kësaj gjykate. Vetë gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar me shkresën 55/60 fraksion 1 protokoll datë 29/12/2025 me lëndë kthim përgjigje është shprehur se ajo nuk mund të marrë pjesë si palë në gjykimin kushtetues për një çështje penale konkrete, e cila është në zhvillim e sipër, pasi një gjë e tillë bie jashtë kompetencës së parashikuar nga dispozitat kushtetuese dhe ligjore. Shkresë e cila ju është komunikuar të gjithëve palëve. Për sa më sipër, trupi gjykues i këshilluar në vend vendosi vazhdimin e gjykimit në mungesë të GKK-s së shkallës së parë. Bëjt një përmbledhje të veprimeve të kryera deri tani, mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me vendimin e datës 12/12 ka vendosur pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore numër 118 datë 19/11/2025 dhe 120 datë 22/11/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik ndaj zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Sipas neli 45 të ligjit organik të gjykatës. Ky vendim ju është komunikuar të gjitha palëve, po në datën 12/12/2025. Vijojmë me kërkesat paraprake nëse keni. Për kërkuesin, Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Nuk kemi. faleminderit. Për subjektin e interesuar, Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Nuk kemi. faleminderit. Për përfaqësuesin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Nuk kemi ndëruar. faleminderit. Dhe për përfaqësuesin e Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Nuk kemi. faleminderit. I jap fjalën relatorit të çështjes, zoti Sander Beci, për relatimin e çështjes objekt shqyrtimi. Zoti Beci, fjala është për ju. Prokuroria e Posaçme me datën 14/11/2025 ka paraqitur në gjykatën e posaçme të shkallës së parë. Lutem të zbatojmë rregullat për përdorimin e celularëve. Ka paraqitur në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar kërkesën për caktimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, ndalimin ndaljes jashtë shtetit dhe masës me karakter ndalues, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik për zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë. Njëkohësisht, deputetë e Kuvendit në nënhetim për kryerjen e veprës penale, shkelja barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike të kryer në bashkëpunim. Gjykata e posaçme shkallës së parë, me vendimin numër 118 datë 19/11/2025, mes të tjerave ka vendosur pranimin e kërkesës për caktimin e masave shtrënguese dhe ndaluese. Me datën 21/11/2025, kërkuesi, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, i është drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit e Këshillit të Ministrave dhe GKK-s së shkallës së parë lidhur me pezullimin e ushtrimit detyrës së anëtarit të Këshillit të Ministrave. Shfuqizimin e vendimit të GKK-s së shkallës së parë për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe pezullimin e këtij vendimi, si dhe
interpretimin e pikës 3 të nenit 103 Kushtetutës në kuptimin që antari i Këshillit Ministrave, duke gëzuar imunitetin e deputetit, përfiton nga gjitha garancitë procedurale që një jo vetëm Kushtetuta këtij të fundit, por dhe legjislacioni procedurial penal. Me vendimin numër 120 datë 22/11/2025, gjykata e posaçme e shkallës parë për krimin organizuar pasi ka verifikuar kushtet dhe kriteret e zbatimit të pasave të sigurimit personal me karakter shtrëngues dhe ndalues të caktuar në vendimin e saj numër 118, ka vendosur vazhdimin e zbatimit të masave të sigurimit. Kërkuesi me datë 27/11/2025 i është drejtuar sërish gjykatës me kërkesë për shtimin e objektit kërkesë, duke kërkuar dhe shfuqizimin e vendimit numër 120 të GKK shkallës parë për pjesën që ka disponuar për vazhdimin e zbatimit të masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjetikës, si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes pushteteve dhe kompetencat e organeve, që Kushtetuta ka caktuar si autoritetet që propozojnë, emrojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Kolegji i gjykatës në datën 2/12/2025 ka vendosur kalimin e çështjes për shurtim paraprak mbledhjen e gjyqtarëve. Mbledhja e gjyqtarëve në datën 12/12/2025 ka vendosur kalimin e çështjes për shurtim në seancë plenare publike dhe njëkohësisht, po në këtë datë, mbledhja e gjyqtarëve bazuar në enin 45 ligjit organik të gjykatës ka vendosur dhe pezullimin e zbatimit vendimeve gjyqësore numër 118 dhe numër 120 gjykatës posaçme në shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit një detyre a shërbimi publik ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Kërkuesi, kryeministri ka pretenduar se midis tij dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar nga ana tjetër, ka lindur një mosmarrëveshje kompetence në përputhje me shkronjën Q të pikës 1 të nenit 131 të Kushtetutës. Sipas këtij vendimi gjyqësore që kanë caktuar masën pezullimi i ushtrimit një detyre a shërbimi publik, kanë cënuar parimin e ndarjes dhe balancimit pushteteve, si dhe imunitetin e antarit të Këshillit të Ministrave dhe garancitë kushtetuese të tij. Për këtë shkak, sipas kërkuesit, lind nevoja e interpretimit të nenit 103, paragrafi 3 Kushtetutës në kuptimin që antari i Këshillit të Ministrave, duke gëzuar imunitetin e deputetit, përfiton nga gjitha garancitë procedurale që njeh jo vetëm Kushtetuta e këtij të fundit, por dhe legjislacioni procedurial penal. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë për të bërë parashtrimet e tyre. Koha në dispozicion është 20 minuta.